dhe thot Omer ibn Khattabi, po të ves për Allah, nëse namazi nuk peshon tek zemra jote, cila pjesë e fes peshon ma të maran të tim, masi namazi nuk I kushton rëndësi. Për atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dallimi mes besimtarit dhe jo besimtarit është lënia e namazit. Për atë thonë të Omer ibn Khattabi, s'ka hise në Islam ai I cili e lë namazin, ndërsa përderisa je gjallë, ka kalu namazë, ka ilaç për ty, ban tobe dhe filloje namazin. Toba I shlien të gjithë mëkatet. Tobja ati shlien të gjithë mëkatet. Që thot pejgamberi Allahu, përpara në çështje njeriu që ka mu pyet në ditën e gjykimit është namaz. Nëse ka namazin në rregull, do t'i ketë qertë punë në rregull. Nëse ka namazin me mangësi, atëherë Allahu I thot melekëve, shiqoni a ka nafile, shëndronjani ata në farz apo plotësonjani farzët. Lonja namazit në kufër, Allahu në ruj. Për këtë arsye të ditën agjeron. Pastaj shkon te Allahu pikpyq që atë pranot agjerimi për shkak namazit, cila është më e lehtë? A 5 minuta të bëjsh namaz apo të ditën të agjerosh? Më e lehtë është namaz. Megjithatë shejtani kur s'ka mund me të ndal ti në agjerim, ka thonë lenë të lodhë. Ne të lodhë. Për shkak se tek Allahu nuk I pranohet. Allahu na ruaj.